Ja ku rikthehemi në studio, jemi në transmetimin ton të fundjavës në Weekend Lovers. Ka përkuar në fakt kjo e shtunë me 7 qershorin, siç e përmendëm, që është dita botërore e sigurisë ushqimore, një ditë për të cilën dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara ka ndërmarrë çdo vit disa nisma e iniciativa për të ndihmuar në parandalimin, në zbulimin, menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga ushqimi, duke kontribuar edhe në sigurinë ushqimore, shëndetin e njerëzit, në bujqësi, në aksesin në treg, turizmin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, janë rreth 600 milionë raste të sëmundjeve të shkaktuara nga ushqimi në vit. Ushqimi i pasigurt është një kërcënim për shëndetin dhe ekonominë e njerëzve, duke prekur në mënyrë disproporcionale njerëzit vulnerabël dhe të marginalizuar, veçanërisht gratë dhe fëmijët, popullsinë e prekur nga konflikti dhe gjithashtu migrantët. Por çfarë ndodh me sigurinë ushqimore në Shqipëri? Është një pyetje të cilën jo vetëm ja bëjmë shpesh vetes, pothuajse çdo ditë, por edhe njëri tjetrit, dhe flasim çdo ditë për këtë, teksa mbushim atë shportën tonë të përditshme. Për të folur për këtë sot kemi ftuar në studio eksperten e sigurisë ushqimore nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, zonjën Ylka Allaraj, të cilën e falenderoj që doli në fundjavë të jetë me ne në studio. Përshëndetje zonja Ylka. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi. Në një ditë të veçantë dhe të rëndësishme e me interes shumë të madh, siç është kjo e ditës botërore të sigurisë ushqimore. Do doja ta nisja me një pyetje direkte. Sa të sigurt ndihen konsumatorët shqiptar me produktet ushqimore që ofrohen sot në treg, në një kohë kur flitet për shumë probleme dhe për këtë të gjithë jemi koshient për hir të vërtetës. Shpesh dëgjojmë për fruta, perime me pesticide të rrezikshme. Sa e vërtetë është kjo dhe si kontrollohet e gjithë kjo situatë? Faleminderit për pyetjen. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është autoriteti kompetent i cili mbikëqyr sigurinë ushqimore në Republikën e Shqipërisë. Ky autoritet, targetin dhe qëllimi i tij është konsumatori, të ofrojë te konsumatori një produkt të sigurt. Autoriteti ka ligjin bazë, i cili është ligji i ushqimit, dhe mbi këtë ligj janë të përcaktuara me nene të gjitha opsionet për një produkt të sigurt. Dhe produkti i sigurt është ai produkt i cili nuk është i dëmshëm për shëndetin e konsumatorit. Dhe produkti pa sigurt është ai produkt që i shkakton dëme shëndetit të konsumatorit. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit funksionon në bazë të inspektimeve dhe kontrolleve zyrtare që bën te operatorët e biznesit ushqimor. Ky autoritet targetin e kontrolleve zyrtare e ka vetëm tek operatorët e biznesit ushqimor që operojnë në treg, prodhojnë, përpunojnë, ambalazhojnë, paketojnë, magazinojnë, ruajnë dhe tregtojnë produkte me natyrë ushqimore, shtazore apo jo shtazore. Kontrollet zyrtare janë të përvitshme. Dhe në bazë të planit të kontrolleve zyrtare me bazë risku për inputet bujqësore dhe marrjen e mostrave në pik, ky autoritet çdo vit harton planet. Dhe këto plane hartohen në bazë të vlerësimit të riskut. Do me thënë, autoriteti paraprakisht vlerëson riskun e këtyre operatorëve të biznesit ushqimor. Dhe mbi bazën e vlerësimit të riskut bëhet edhe menaxhimi. Vlerësimi i riskut e kemi operatorët e biznesit ushqimor, i kemi me risk të mesëm, risk të ulët dhe risk të lartë. Në bazë të vlerësimit të riskut, që i referohem historikut, problematikave që mund të ketë një operator i biznesit ushqimor gjatë operimit të tij në treg dhe shumë faktorëve të tjerë, ata në bazë të këtij plani ata inspektohen. Dhe operatorët me risk të ulët e kanë një herë në 18 muaj, me risk të mesëm 2 herë në vit dhe me risk të lartë janë 4 herë në vit. Zakonisht operatorët me risk të lartë janë aty ndodhin edhe më tepër që mund të kemi problematikat janë në çdo operator. Por te këto operator është menduar që duke qenë që ata operojnë me një sër produktesh që bëhet fjalë dhe me shtresën më vulnerabël, siç është për shembull janë grupet e veçanta për fëmijë, qerrë dhe kopsht,
azilet, operatorët e biznesit ushqimor, prodhues, përpunues, të gjitha këto kategori kategorizohen me risk të lartë. Te planit, përveç planit të kontrolleve zyrtare, autoriteti për të ofruar një produkt të sigurt ka edhe pjesën tjetër që vepron me pjesën e denoncimeve që na vijnë nga konsumatori. Shumë indicio vijnë nga konsumatori në atë çfarë ne kemi si autoritet, që është numrin jon jeshit 0875 është nëpërmjet website-it të autoritetit kombëtar të ushqimit, është Facebooku, është Instagrami, kemi një përsëri me adresën e emailit info@aku.gov.al ku ata parashtrojnë të gjitha denoncimet. Dhe në momenti që vjen një denoncim, në mënyrë të menjëhershme, por të menjëhershme merren masa nga autoriteti kompetent, drejtoria rajonale, sepse në momenti që vjen denoncimi, vjen tek drejtoria e përgjithshme e autoritetit kombëtar të ushqimit. Dhe ky denoncim adresohet tek ajo drejtori rajonale që i përket, sepse autoriteti kombëtar i ushqimit operon me 12 drejtori rajonale në të gjithë Republikën. Dhe në të gjithë këto 12 drejtori, për çfarë do lloj problematike që vjen, ngrihen trupat inspektuese dhe shkojnë dhe ndjekin problematikën, madje i kthehet edhe përgjigje konsumatorit për problematikën që ka ngritur dhe për indicion që ka sjell. Kemi rastet jo konform që na vijnë nga raport provat nga produktet e analizuara. Neve operojmë përveç planit të kontrolleve zyrtare që neve kemi pjesën e inspektimit, neve kemi edhe planin e kontrolleve të marrjes së mostrave. Të dyja këto plane, të cilat bëhen nga autoriteti kombëtar i ushqimit, miratohen nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit dhe Zhvillimit Rural. Në momentin që mirret miratimi, ne hidhemi në veprim. Dhe në rastet e jo konformiteteve që dalin nga analizimi i produkteve, edhe në këto raste AKU-ja merr masa të menjëhershme. Ju përmendet, ashtu siç edhe thatë, që keni raste të jo konformiteteve të produkteve me pesticide, me tregues mikrobiologjik mbi normën e caktuar apo me prezencë, dhe shumë raste të tjera jo konformitete, dhe neve në momenti që na vjen një jo konformitet nga qendra e referencës gjithmonë, që është Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, sepse autoriteti kombëtar i ushqimit bashkëndon dhe me një sër institucionesh të tjera. Përpos Ministrisë që është kupola, dhe ne jemi institucion vartës i Ministrisë së Bujqësisë, neve bashkëndojmë punën tonë me Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, me Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, me policinë e shtetit në raste kur kemi problematika, me pushtetin vendor siç janë bashkitë, dhe për çdo problematik neve bashkëpunojmë me krimin ekonomik, me çfarë do lloj problematike neve bashkëpunojmë ndër institucionalisht gjithmonë në një produkt të sigurt për konsumatorin. Tani, Shqipëria a është e mbrojtur nga produktet ushqimore të falsifikuara apo të rrezikshme që hyjnë nga jashtë? Po. Shumë faleminderit se do ta përmendja në vazhdimsi. Neve përpos alerteve që kemi, alerteve nga kontrolli i produkteve të brendshme, në Autoritetin Kombëtar i Ushqimit është edhe një sektor që quhet sektori i aktivitetit shkencor dhe njoftimeve nga RASF. RASF-i është qendra alert që na vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian për të gjitha produktet. Dhe këto janë alerte ndërkombëtare. Në momentin që na vijnë alerte ndërkombëtare, ashtu si për alertet kombëtare, ne operojmë në mënyrë të menjëhershme. Nëse produkti është hedhur në treg, ne ndjekim gjurmëshmërinë, sepse një ndër hallkat kryesore të këtij autoriteti që operon është ndjekja e gjurmëshmërisë të produktit për të mos shkuar te konsumatori dhe për ta parandaluar sa më shpejt, sepse gjërat rast pas rasti dhe ditë pas dite ndodhin në të gjithë botën. Ne është RASF-i, është edhe Infosani që është mbar botror. Të dyja këto alerte që ne i bëjmë, që na vijnë, apo që neve mund të kemi të na rezultojë që edhe një produkt importi e kapim neve dhe japim neve rafs për Europën, ose ata e japin për neve. Dhe ky sistem, i cili është ngritur tek Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, merr masa në mënyrë të menjëhershme gjithmonë për parandalimin dhe mos çuarin tek konsumatori fundor. Tani, kur një ushqim mund konsiderohet i sigurt dhe cilët janë disa parametra që e bëjnë të tillë?
Tani, rastet ashtu siç që përmenda edhe më lart është e përcaktuar në ligj se kur një produkt është i sigurt dhe kur një është një jo i përshtatshëm për të konsumuar. Unë do ta lidhja pak me vetë konsumatorin këtë pjesë. Këtu do ta shohim në dy këndvështrime, në këndvështrimin e konsumatorit dhe këndvështrimin institucional. Pjesa e konsumatorit ka të bëjë me impaktin e parë që një konsumator i jep ushqimi kur hin produkti kur hin në një supermarket apo në një market. Ai vetë e pikë së pari duhet të ndërgjegjësohet që blerjet t'i bëj të mençura. Do me thënë mos të bëj blerje në rrugë. Unë nuk e konceptoj dot se si mund të shkosh të blesh atë paguren e qumshit që është gjithë ditën në rrugë, në diell, apo vezët, apo këto pulat e fshatit që theren dhe thon pula fshatit në një qese, vetë ata duhet të ndërgjegjësohen që mos ta blejnë këtë produkt në rrugë. Në momenti që hyn në një operator të biznesit ushqimor që kontrollohet nga shteti, është objekt kontrolli dhe ata këtë duhet ta kenë vetë të ndërgjegjësuar që unë do shkoj do blej produkte ushqimore për veten dhe familjen time dhe fëmijët e mi në një operator që është i kontrolluar nga shteti. Në momenti që hyn, pikë së pari impakti i parë ta jep produkti. Produkti ka pasaportën e vet që është etiketa. Në etiket janë të përshkruara të gjitha emri produktit, përbërësit, çfarë do lloj data, jetëgjatësia e përdorimit, çdo lloj gjëje. Dhe ajo çfarë unë do thoshja tek etiketa, prej 2020-s është një risi që unë do ta konsideroj risi, që në etiketën e produktit janë shkruar edhe ato çfarë ne na dëmtoj shëndetin, që janë vlerat ushqimore, edhe ato çfarë ne na bëjnë treguesit alergjik. Okay. Ato çfarë ne na bëjnë alergjik ndaj një produkti. Okay. Për shembull, nëse një produkt ka në përbërje vezë, ai nuk dhe nga veza ai ka reaksion, e ka të shënuar tek etiketa dhe është e përcaktuar, e kanë detyrim ligjor operatorët e biznesit ushqimor që të përcaktojnë të gjitha vlerat ushqimore, të gjitha parametrat fiziko-kimik, gjithmonë fiziko-kimik, sepse një produkt që etiketohet, paraprakisht ai analizohet. Okej. Dhe në momentin që analizohet, ai të gjitha ato parametra parashtrohen në etiket. Por konsumatori duhet të ketë parasysh edhe kushtet e ruajtjes, edhe kushtet e higjienës. Kushtet e higjienës, nuk mund ta marr një produkt nëse ai është në tokë për shembull. Apo nëse ruhet në kushte të papërshtatshme, ai sidomos produktet me origjinë shtazore denatyrohen. Ato shpërbëhen, qyllosen dhe duken me sy të lirë që ato nuk janë konform për të marrë dhe për të blerë dhe për të konsumuar nga ana e konsumatorit. Prandaj këto dy gjëra ai duhet t'i ketë parasysh për të mos i blerë produktet ushqimore të papërshtatshme për familjen dhe për fëmijët e vet. Gjithmonë ai vet duhet të jetë i fokusuar dhe të shikojë në detaj, mos të referohet se zakonisht konsumatori shohin vetëm këtë jetëgjatësinë e produktit. Dhe është brenda fatit të përdorimit, edhe është po jo, sepse atje përveç se është analizuar dhe janë treguesit fiziko-kimik, më me risk nëse nuk ruhen në kushte të përshtatshme temperature dhe higjiene, ata kanë treguesit mikrobiologjik që janë tregues patogen dhe këta tregues patogen nëse hyjnë në organizmin e konsumatorit janë me shumë risk. Jemi ndërgjegjësuar ndopak për këtë pjesë, ti ke shumë vite që je pjesë Unë jam që me krijimin e autoritetit kombëtar të ushqimit. Pikërisht. Si ka ndryshuar kjo pjesë e konsumatorit? Jam shumë kurioze se ti. Në një farë mënyrë autoriteti kombëtar i ushqimit ndonjëherë bëhet edhe palë për të ndërgjegjësuar konsumatorin, edhe me bizneset në një farë mënyre. Këshillimi është primare. Sa ka ndryshuar ky ndërgjegjësim? Unë do thoshja që nga viti në vit sigurisht që ka ndryshuar. Sepse operatorët e biznesit ka plot konsumatorë që marrin atë qumshtin në rrugë. Atëherë, këtu ka dy probleme. Autoriteti kombëtar i ushqimit vepron dhe operon me operatorët e biznesit ushqimor që janë të pajisur me një NIT. Okej. Dhe ato kjo është hallka që neve nuk ndërhyjmë dot. Dhe ata tregtar ambulant, të cilët dalin në treg dhe tregtojnë, varen i është pjesë e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit të pushtetit vendor. Ai kuptoj. Që është bashkia. Ne hera herës kemi ndërmarrë për t'i larguar,
por targeti i drejt për drejt është pushteti vendor, sepse neve nuk mund të ndërhyjmë tek ai shatari që del aty në rrugë, pasi ne më e çojmë si problematik, por janë ata policia bashkiake i cili nuk duhet i lejoj që këta shitës ambulant të tregtojnë këto produkte ushqimore në treg pa asnjë lloj kushti. Dhe në momenti që nuk ndërhyn autoriteti kombëtar i ushqimit, se targeti i tij është operatori i biznesit ushqimor, i cili posedon një nipt në tatime apo që ka një licencë, atëherë vetë konsumatori nuk duhet ta blej, sepse ai nuk e di edhe sikur ai qumshi të jetë i freskët i sapo sjell, ai nuk di se si është trajtuar kafsha, nuk di se si është trajtuar bima, ai nuk di asnjë lloj gjëje, përveç te shtrirja në tokë që është makabër, nuk mund t'i marrësh. E vërtet, për më tepër një shishe ujë nuk mund të përdoret 2 herë. Pavarësisht çmimit, ndoshta i referohet një çmimi apo në psikozën e tyre thonë që është qumësh bio apo është mish bio apo produkt bio, po jo, nuk ka lidhje fare me këtë. Ai është një produkt i pasigurt dhe nuk duhet të blihet. Okej. A kryen analizat e duhura laboratorike në vendin tonë për të garantuar sigurinë ushqimore? Sigurisht, po. Sigurisht që kryen. Analizat e produkteve ushqimore në vendin tonë targetohen në qendrën e referencës mbas ligjit, që është Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, i cili të gjitha pothuajse metodat analitike i ka të akredituara, operon me sistem menaxhimi cilësie, nga laboratorët rajonal të autoritetit kombëtar të ushqimit, të cilët aktualisht janë 7, dhe këta laborator nuk kanë të akredituar metodat analitike, por ata paraprakisht analizojnë produktin dhe në rastit të një raport prove të mëtejshme i drejtohen qendrës së referencës dhe për analiza specifike, të cilat nuk bëhen në vendin tonë, bëhen në laborator të akredituar jashtë. Okay. Do të thënë nuk ndodh, bëhen plane mujore, plane monitorimi. Madje që nga viti 2023 ne bëjmë planin e monitorimit të mbetjeve në produktet me origjinë shtazore, po ashtu dhe të pesticideve që ne i bëjmë në një laborator të akredituar, siç është Qer Grupi, që bëhet në bazë të një marrëveshjeve shtetërore. Po, okay. Mes shteteve. Tani, përpara se të bëjmë një shkputje muzikore, do doja edhe t'ju pyesja për produktet më problematike që testohen nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Shumë prej konsumatorëve duan të dinë për mishin, qumshtin, vezët, ujin, cilat janë ato shenjat klinike më pas nëse diçka e tillë shkon në helmim, dhe si mund trajtohet kjo? Atëherë, produktet që janë më të riskuara normale janë produktet me origjinë shtazore. Përveç natyrën e tyre proteinike dhe yndyrore, ato janë më të predispozuara për të kontaminuar. Okej. Dhe në momentin që na kontaminojnë, aty ke mikrobet patogen. Mikrobet patogen i ke mikrobet patogen të higjienës dhe mikrobet patogen të sigurisë ushqimore. Mikrobet patogen të sigurisë janë edhe më agresiv se sa mikrobet e higjienës, të cilat eliminohen edhe më lehtë nga organizmi. Në momentin që konsumohet nga konsumatori një produkt i kontaminuar me një mikrob patogen, atëherë në organizmin tonë ndodhin patjetër problematika në sistemin gastrointestinal, helmime ushqimore, të cilat kanë të bëjnë me diare, kanë të bëjnë me ngrirje temperature, vjellje, përzierje, nauzera dhe dehidratim nëse neglizhohet, trupi dehidratohet dhe mund të ketë, sigurisht që mund të ketë në raste shumë të rralla, që mund të ketë edhe humbje jete, po zakonisht janë shenjat e një intoksikimi alimentar. Okay. Dhe në momentin që ndodh edhe tek të rriturit, duhet ta dinë vetë, sepse në momentin që konsumohet një produkt i kontaminuar, shenjat janë të menjëhershme, nuk është si pjesa, për shembull, nëse unë konsumoj një frut me pesticid dhe pasojat janë të mëvoshme, sepse ai pesticid më dekompozohet në mëlçi dhe gradualisht u shoh pasojat. Te konsumimi i produkteve ushqimore, të cilat janë të kontaminaluara me mikrobe patogen, veprimi është i menjëhershëm, 1 orë, 2 orë, dhe e bën vetë lidhjen konsumatori nëse është i rritur, apo nëse fëmia e ka konsumuar, prindrit duhet ta dinë që konsumoi këtë produkt dhe më ndodhi
kjo shenjë klinike. Dhe në bazë të shenjave klinike në mënyrë të menjëhershme duhet të drejtohen tek për të marrë ndihmën mjekësore. Okej, kemi edhe disa pyetje të tjera për hir të vërtetës, ndaj ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish për të marrë më shumë informacion sa i përket sigurisë produkteve të cilat ne i marrim çdo ditë e i konsumojmë. Rikthehemi vetëm pas pak me zonjën Ylka Allaraj. Okej, ja ku rikthehemi sërish në studio, jemi duke folur për ditën botërore të sigurisë ushqimore me eksperten e sigurisë ushqimore nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, zonjën Ylka Allaraj, për të ndalur tani tek një tjetër çështje shumë tërheqëse për publikun në një farë mënyre. A mund të dim si konsumator nëse një produkt është i kontrolluar nga AKU apo jo? Si dhe sa i garanton qytetarët AKU mbi sigurinë e këtyre produkteve ushqimore në një farë mënyre? Atëherë, ashtu siç e përmenda edhe më lart, siguria ushqimore duhet të konsiderohet është siguri kombëtare. Dhe duke qenë siguri kombëtare ka një rëndësi të veçantë sepse është e lidhur drejt për drejt me shëndetin e konsumatorit. E qenë e tillë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit normale që është autoriteti më i predispozuar për të ofruar te konsumatori një produkt të sigurt në bazë të planeve të inspektimeve, monitorimeve, kontrolleve zyrtare që bën të produkteve ushqimore, të cilat janë të përcaktuara, në inspektime që bëhen me bazë risku, në vlerësimin e operatorëve të biznesit ushqimor dhe të gjitha këto përgjatë gjithë rast pas rasti dhe ditë pas dite operohet nga trupat inspektuese të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit aktualisht ne jemi në një proces riorganizimi. Okej. Pas datës 13 maj ka hyrë në fuqi ligji i ri i inspektimit, i cili ky ligj i ri i inspektimit, në 2024, ka marrë formën e tij ligjore në datën 13 maj edhe këtej, ku trupat inspektuese të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të drejtorive rajonale operojnë me këtë ligj. Dhe referuar këtij ligji do bëhet riorganizimi i inspektoriateve me një bashkim të institucioneve, siç është Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Inspektoriati i Peshqimit, me qëllim që të ndiqet gjithë zinxhiri ushqimor nga ferma në tavolinë. Do t'ja u lehtësoj, besoj pak. Sigurisht që po, punën. sepse hallkat aktualisht nuk janë të copëzuara, sepse vërtet është shëndeti kafshëve, por kafshët na prodhojnë produkt. Siç është rasti i fundit, siç është rasti i fundit në Shkodër i ruminantëve. Domethënë, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka kafshët e gjalla, produktin qumshi dhe mishin e ka Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, apo bimët. Dhe shëndetin e bimëve e ka Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe produktin e ka fruta dhe perimet që i kontrollon i ka Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Të gjitha këto do bëhen në një të vetme, do me thonë do funksionoj zinxhiri ushqimor nga ferma në tavolinë, i cili do jetë i centralizuar dhe i qëndrëzuar tek ky autoritet, i cili do quhet Inspektoriati i Bujqësisë dhe Ushqimit. Mendohet të quhet sepse akoma nuk kanë kaluar VKM-t, ne jemi në një proces dinamik dhe ky proces është në vazhdimsi duke u ndjekur dhe shumë shpejt neve do jemi në një institucion të vetëm. Përpos kësaj, neve pjesën ligjore, neve jemi në parafrimi duke qenë se Shqipëria është një vend ka marrë është për negociatat për antarësimin, është një vend kandidat dhe është për hapjen e negocimit për një përfaqësimin në Bashkimin Evropian. Si vend antar në Bashkimin Evropian, neve jemi në parafrimin e pjesës ligjore, gjithë pjesës ligjore të gjithë pjesës që i takon sigurisë ushqimore, kapitulli 12 për rregullat dhe ligjet që ka Bashkimi Evropian. Jo se nuk janë të parafruara, një pjesë është e parafruar, por jemi në një punë të vazhdueshme për përputhjen totale të gjithë rregulloreve të BE-s, të cilat kanë në fokus sigurinë ushqimore. Dhe konsumatori duhet të jetë i ndërgjegjshëm ashtu siç thanë vet, por të harroj se
kontrollet dhe inspektimet nga autoritetet kombëtar i ushqimit mungojnë. Jo, nuk mungojnë. Ashtu siç ju thash, puna jonë është punë dinamike. Del rast pas rasti, ditë pas dite, çdo lloj problematike që del është në qendër të vëmendjes tonë dhe atje ku është problematika, atje është trupa inspektuese e autoritetit kombëtar të ushqimit. Do të kompletohet në një farë mënyrë kuadri ligjor mbi të cilin operon autoriteti kombëtar i ushqimit pas këtij bashkimi që sapo përmendet të institucioneve. Nëse dikush ka dyshime për cilësinë e një ushqimi, çfarë mund të bëj? Ka një linjë ku mund të denoncoj? Ju e përmendët pak më lart në hyrjet e intervistës pikërisht numrin jeshile dhe gjitha rrjetet sociale të AKU-s. Por sa shpesh ndodhin këto denoncime, sa janë rritur në krahasim për shembull me 10 vite më parë? Sigurisht që ndërgjegjësimi i konsumatorit nga viti në vit ka ardhur në rritje. Dhe mua më vjen mirë që neve ka raste pothuajse her pas here që na vijnë nga konsumatorët dhe më pëlqen edhe mënyra se si ata i targetojnë, domethënë konsumatori e ka marrë një formim për mënyrën se si mund të jenë produktet ushqimore, sepse në problematikat që ata ngrinë, i dërgojnë me email zyrtare, i dërgojnë ashtu siç ju thash, kemi edhe një sektor të komunikimit. Dhe ky sektor i komunikimit në këtë sektor është atashuar numri i telefonit, përposhtë është edhe emaili zyrtar i AKU-s, përposhtë është edhe website i AKU-s dhe gjithë të tjerat, dhe konsumatori është i ndërgjegjësuar dhe më tepër e ka fokusin te produktet ushqimore, të cilat ata në këndvështrimin e tyre përposhtë datës së skadencës që mund të jenë të kaluara. Rastet më të shpeshta që vinë që i ka kaluar afati i përdorimit, por edhe kur e shohin që një produkt ushqimor çedon pasi ai nuk e ka atë konsistencën, atë konformitetin dhe atë aparencën e parë, impaktin e parë që të jep një produkt ushqimor, ose kur vën re edhe nëse një operator i biznesit ushqimor është në kushte të papërshtatshme higjienës sanitare. Gjithmonë konsumatori është i fokusuar te pjesa tregtuese, sepse pjesa ku përpunohet, paketohet, ambalazhohet dhe etiketohet produkti dhe ruhet produkti është pjesë e trupave inspektuese. Aty nuk i ndot konsumatori. Ajo është pjesë institucionale dhe hyn trupat inspektuese që e kontrollojnë, kurse pjesa e tregtimit që tregtohet është pjesë e konsumatorit. Konsumatori pikë së pari përpos higjienës që duhet të shikojë, një rëndësi të veçantë duhet i kushtojë edhe kushteve të ruajtjes së temperaturës. Kemi vënë re që të gjitha supermarketet kanë frigorifer mural. Dhe në këto frigorifer mural, këtu janë temperaturat freskuese. Ai duhet ta dish që produktet, sidomos produktet ushqimore me origjinë shtazore, sepse siç e tham, ato janë më të predispozuar për të kontaminuara, duhen që në kushte freskuese të ruhen në temperaturën 0 deri në 4 gradë. Pavarësisht se ata i monitorojnë, se kanë detyrim ligjor që t'i monitorojnë temperaturat, sepse procedojnë me një plan vetë kontrolli që është manuali HACCP, që ata i dokumentojnë çdo ditë. Nëse konsumatori e vëren që produktet ushqimore në kushte freskuese ruhen në 0 deri në 4 gradë dhe temperatura mund të jetë 10 gradë apo 13 gradë, ai më njëherë duhet ta denoncoj, të bëj një foto dhe ta denoncoj ose në numrin tonë jeshil ose ta sjelli tek autoriteti kombëtar i ushqimit. Ajo që doja të theksoja unë është që konsumatori duhet të na sjell neve atë çfarë problematike vëren, indicia të vi e saktë. Do me thënë, e blem produktin dhe të vi emri i operatorit të biznesit ushqimor me NIP dhe me adres. Sepse rastet na ka qelluar që na kanë ardhur indiciat nga jo, na vinë që në rrugën Mine Peza fjala vjen, në një njësi tregtuese tregtohet një produkt që është i papërshtatshëm, ose vjen vetëm fotoja e produktit që është i skaduar. Po ku është, cili operator është, se rruga Mine Peza ka disa fjala vjen, apo rruga e Durrësit, apo rruga e Shallvareve, apo çdo lloj adrese tjetër që mund të na vi. Nuk është vetëm ti të thuash që unë bleva këtë produkt dhe ky produkti mua më erdhi, apo ka qelluar që e kanë bërë produktin, e kanë mbajtur, ka skaduar dhe nuk kanë patur një faturë që të na vinë neve, sepse nuk mund të shkosh te operatori i biznesit ushqimor në momenti që thot
konsumatori që unë kam bler këtë produkt, se ka qelluar që operatori i biznesit ushqimor mund të mos e ketë patur fare këtë produkt. Okej. Prandaj ata në momentin që ta bëjnë denoncimin, ta bëjnë të saktë, të qartë dhe të kenë faturën, kuponin tatimor ku e kanë bler produktin tek operatori i biznesit ushqimor, me qëllim që të bëhet ndjekja sa më mirë nga trupat inspektuese e problematikës së tyre. Nga gjithë puna juaj në terren, tani jemi edhe pothuajse brenda sezonit turistik në Shqipëri, turist pafund, vendas të huaj që konsumojnë ushqim të shpejt në restorante të tjera si këto. Cili është qyteti më problematik dhe çfarë apeli do të kishe, meqense jemi dhe në minutat e fundit të intervistës, si për bizneset që urojmë dhe këtu më rënqethet mishi për hir të vërtetës, që të kenë pak dhe të vënë dorën në zemër për atë çfarë ju ofrojnë fëmijëve që konsumojnë diçka, por edhe për konsumatorët diçka. Atëherë në rastet kur vjen sezoni turistik, kur fillon viti shkollor, në rast kur vijnë festat e fundvitit, ne si autoritet operojmë me urdhra të drejtorit të përgjithshëm dhe në bazë të urdhrit të drejtorit të përgjithshëm, por edhe kryeministri që ngrit task forcën sezonale për turistët në bazë të urdhrit edhe të kryeministrit apo të ministrit apo të drejtorit të përgjithshëm, ngrihet task forca e cila operon në të gjitha qytetet nga trupat inspektuese. Kjo task force kontrollon të gjithë fokusi është tek të gjithë këta operatorë të biznesit ushqimor, të cilët servisin ushqim, që janë restorantet. Apo pa lënë më janë edhe operatorët e biznesit ushqimor, të cilët tregtojnë, por këtu ku serviret më tepër ushqimi që konsumohet direkt, i menjëhershëm. Dhe kjo është çdo vit. Ky plan bëhet çdo vit. Që të ketë në një problem, në një qytet apo në një problematik, neve për fat të mirë nuk na ka ndodhur. Okay. Madje vitin që kaloi, po flas po marr referencë vitin që kaloi apo edhe 2 vitet më përpara, sepse un kam që kur është krijuar autoriteti kombëtar i ushqimit, nuk ka ndodhur në një rast problematik që ne mund të kemi në një intoksikim masiv apo në një humbje jete për fatin e mirë tonin. Nga të gjitha të dhënat, sepse merren statistika dhe pak a shumë ato janë ndërgjegjësuar vet. Okej. Por unë do bëja një apel që normale për konsumatorët, institucionet janë gjatë gjithë kohës në veprim. Natë edhe ditë. Ata janë në terren, nuk njohin orar. Unë madje jo më larg se mbrëm mua një trup inspektuese më ka telefonuar dhe tha aktualisht Ylka unë jam në subjekt dhe ishte ora 9:30 e darkës që ata kishin marrë, kishte ardhur rasti alert dhe ata kishin vajtë operatori biznesit ushqimor, sepse në qoftë se vjen rasti alert, Adele dashur, neve në mënyrë kategorike nuk ka ndalesë, nuk njihet orar. Gjenerohet autorizimi nga krye inspektori rajonal dhe trupa inspektuese është aty. Shkon aty, por nga operatorët përpos se konsumatori duhet që të jetë i ndërgjegjësuar, edhe operatorët e biznesit ushqimor duhet ta kenë në vëmendje që të ofrojnë te konsumatori një produkt të sigurt, sepse kanë investuar shumë. Duhet të jenë të vëmendshëm për gjithë atë çka ofrojnë dhe të ruajnë investimin e tyre, sepse penalitetet në momentin që konstatohet një produkt jo konform që ai ofron te konsumatori janë të rënda, madje kemi për një periudhë 2-3 vjeçare që në kodin penal është ofruar edhe një nen që është neni 288 që një operator i biznesit ushqimor nëse ofron te konsumatori apo një produkt të pasigurt mashtron konsumatorin, ka lloj-lloj veprash penale, për bë vepër penale dhe penalizohet me burg, me heqje lirie. Kështu që ata duhet ta mendojnë që kanë edhe risk nëse ata janë të pavëmendshëm dhe të pakujdesshëm për ofrimin e një produkti ushqimor të pasigurt te konsumatori. Ata kanë procedurë. Ata vajin një herë duhet përdorur tek fast foodet. Vaj te fast foodet dhe shumë problematika të tjera, ata duhet që të jenë ata duhet të jenë vetë
të ndërgjegjësohen vetë që te konsumatori duhet të ofrohet produkti sigur sepse ka sanksione ligjore që dhe masa administrative që ata i penalizojnë për çdo lloj mos ofrimi të sigurt te konsumatori. Ata janë operatorë të biznesit ushqimor, parapraktikisht duhet të njihen me ligjet, duhet të veprojnë në bazë të ligjeve, kanë sistemin e vetë kontrollit të ASAP, duhet të analizojnë parapraktikisht produktin se ata kanë në ligj kanë edhe që të analizojnë, të bëjnë autokontrolle, të analizojnë vetë produktin e vetë, përpos kontrolleve zyrtare që bëjnë trupat inspektuese. Prandaj, ashtu si konsumatori, edhe operatori i biznesit ushqimor, duhet që të ofrojnë dhe të blejnë një produkt ushqimor sa më të sigurt për familjen dhe për fëmijët e tyre. Zonja Julka, të falenderoj shumë. Faleminderit dhe nga ana juaj. Për gjithë këshillat dhe për gjithë atë çfarë në fakt shpalosëm sot në këtë intervistë për të hapur paksa syt edhe për të ndërgjegjësuar e për të vënë një vëth në vesh sa i përket kujdesit që duhet për gjitha produktet që marrin për të konsumuar. Sigurisht gjërat do përmirësohen me ka plot problematika në kuadër të riorganizimit që do të bëhen, gjërat do të përmirësohen edhe më tepër sepse po kështu edhe kuadri ligjor do funksionojnë si një vetëm i gjithë pjesa e sigurisë ushqimore, si një hallke vetme pa shkëputje dhe kështu që gjërat do jenë edhe më mirë. Falenderoj shumë. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe gjithë intervistën e plot mund ta dëgjoni duke klikuar në kanalin e Premium Channel në YouTube. Rikthehemi vetëm pas pak në Weekend Lovers.